Për fermerët e MYZQE-s dhe të gjithë Shqipërisë, qeveria synon të rikthejë skemën e kompensimit të TVSH-s në bujqësi, por jo përmes faturave të blerësve si ndodhte në skemën e mëparshme që u hoq plotësisht në 2022. Me skemën e re propozohet projekt ligji për disa ndryshime në ligjin numër 92 të vitit 2014 për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar, ku fermerët të kompensohen me 10% të TVSH-s së paguar për blerjen e inputeve bujqësore. Pra, fermerët do të përfitojnë kompensim 10% të TVSH-s paguar për inputet bujqësore, për farat, pesticidet dhe fidanët. Prej vitit 2019 deri në dhjetor 2021, TVSH-ja për inputet bujqësore ka qenë 0. Nga 1 janari 2022, pas miratimit të ndryshimeve fiskale, hyri në fuqi vendosja e TVSH-s 10% të çmimet e inputeve bujqësore. Kompensimi i prodhuesve bujqësor me normë fikse është një mekanizëm i TVSH-s për ata fermerë që nuk i nënshtrohen. TVSH-s dhe si të tillë as nuk ngarkojnë TVSH-n për blerësit e produkteve të tyre bujqësore, por as kanë të drejtë të zbresin TVSH-n e paguar në blerje. Norma e kompensimit të prodhuesve bujqësor prej 10% ka si qëllim të kompensojë ata për një pjesë të TVSH-s që paguajnë për inputet, në funksion të realizimit të prodhimeve të tyre bujqësore. Mënyra e propozuar në këtë projekt ligj është ajo nëpërmjet administratës tatimore. Mënyrë kjo aplikueshme edhe nga vende të tjera si për shembull Franca dhe Greqia. Duke qenë se skema e kompensimit me rimbursim nëpërmjet administratës tatimore do të zbatohet për herë të parë në funksion të mirë administrimit, propozohet që skema të kufizohet duke përcaktuar që blerësi i produkteve bujqësore duhet të jetë një person i tatueshëm i regjistruar për TVSH-n, i cili ushtron aktivitet si grumbullues ose dhe përpunues i produkteve bujqësore apo agroturizëm i certifikuar sipas legjislacionit në fuqi për turizmin. Vendet të tjera të Ballkanit Perëndimor që kanë zgjedhur të aplikojnë këtë skemë janë Bosnia Hercegovina me një normë kompensimi prej 5%, si dhe Kosova, Serbia dhe Malizi, të cilat kanë një normë kompensimi prej 8%, e ndryshme nga shkalla standarde e TVSH-s që varion nga 17 deri 21%. Ndërsa në vendet e Bashkimit Evropian që aplikojnë këtë skemë, norma e kompensimit varion nga rreth 2 deri në 12%, e ndryshme nga shkalla standarde e TVSH-s që varion nga rreth 19 deri 25%, sqarohet në relacionin e projekt ligjit. Por si do të funksionojë skema? Në relacion theksohet se 3 janë elementët kryesor ku konsiston projekt ligji. Propozimet sipas këtij projekt ligji marrin në konsiderat incentivat aktuale për sektorin bujqësor, trajtimi me shkallë të reduktuar të TVSH-s prej 10%, përjashtimet nga TVSH-ja brenda vendit dhe në import, si dhe subvencionimi për naftën. Përfshir këtu dhe faktin se kompensimi fermerëve direkt nëpërmjet blerësit. Skemë kjo e aplikuar më herët nuk ka rezultuar të jetë funksionale. Në projekt ligj theksohet se trajtimi nëpërmjet skemës së kompensimit të prodhuesve bujqësor synon të kontribuojë në forcimin e ekonomisë dhe formalizimin e sektorit bujqësor, duke nxitur pajtueshmërinë dhe zbatueshmërinë nga ana e palëve të përfshira në transakcion. Pra, për përfitimin e kompensimit, blerësi detyrohet të lëshojë faturën tatimore të fiskalizuar. Dokument ky i nevojshëm për qëllime të njohjes së shpenzimeve tatimore të zbritshme, ndërsa fermeri duhet ta kërkojë dhe disponojë këtë faturë në funksion të përfitimit të kompensimit sipas këtij projekt ligji. Në anenin 3 është parashikuar një riformulim i nenit 150, mënyra e zbatimit të skemës si më poshtë. Blerësi i produkteve bujqësore, personi tatueshëm, i regjistruar për TVSH-n, i cili ushtron aktivitet si grumbullues ose edhe përpunues i produkteve bujqësore apo agroturizëm i certifikuar sipas legjislacionit në fuqi për turizmin, lëshon një faturë tatimore për shitësin prodhues bujqësor për çdo furnizim mallrash dhe shërbim të marrë prej tij. Vlera e faturës përfaqëson vlerën e furnizimit të paguar nga blerësi për llogaritë të shitësit, mbi të cilën aplikohet norma e kompensimit sipas këtij ligji. Projekt ligji parashikon se skema e re e kompensimit pritet të nisë nga 1 janari 2026.